politike që të ishte, sepse edhe nëse asnjëri nga ne nuk bën asnjë përpjekje, ndryshimi do vi. Çka do thotë edhe për vendin tonë, dhe për qeverinë, dhe për ku dëgjon zhvillimin e këtij vendi, dhe pa pasur impenjim dhe dashamirësi, zhvillimi në një vend do vi. Thënë kjo, elementi i dytë në të cilën e po pra bijem në graz, do thosha unë kur diskutojmë protestën, është fakti që ne nisi protesta nga arroganca e pushtetit kur të rrohet një zvarr një qytetar. Do më thëtë, dërë në qëfar nivelesh... Nuk ishte arrogancë, ishte bashkëpunim në krim. Sepse ato dy njerë, si morën zvarë atë zotrin, ato ishin paramilitarë. Ndërsa policia shtetit godiste qytetarët. Në vënd që ti mbronte i godiste. Prandaj do të thotë që kemi të bëjmë një rënd paralel. Një element i dytë që ne duhet kemi në konsiderat edhe për mënyrën se si vijon dialogu. Çka do thotë? Nëse kishim një pushtet të shpalosur në forcën e vetë më të madhe, edhe të pandjeshëm ndaj asaj që ndodhte rreth e rrotull, kjo vazhdoi dhe me qëndrimin që mbajti kryetari i qeverisë. Kryetari i qeverisë në kundërshtim me kërkesën për heqjen e atyre policave apo rajonit, të shkarkuar rajoni, do të thotë të demonstrimit të faktit që ne kemi faj, nuk u përul ndaj qytetarëve. E bëri në thonjza, pranoi fajin e vetë në përmjet shkarkimit të një komisariati, por nuk të regoj fajin e vetë me përullje qytetare. Dhe kurse me përullje qytetare, se cili nga ne në punën tonë për gabime. Absolutisht edhe është një arrogancë faranoike. Ka një deklaratë, se nuk gabojmë 3-4 ditë më vonë, një deklaratë për media që aty... Kjo ndodhi në ditën ku shfaqsua nëse mund ta cilësoj të tillë, apo ishte shfaqsim, sepse vazhdoi u shtua numri. Policia në Tiranë, në ditën e tretë të protestës. Madje pati edhe një formë ushtrim dhune. Lamu qytetarët. Unë kisha të reagimi gjithmonë, të çfarë faji. Edhe tek arroganca. Çfarë bën protestuesët atë ditë, sepse me që protestuesit ishte ndeshja Shqipëri-Izrael. E di çfarë ishte. Edhe ndërkohë ndodhi një situatë që ne nuk mund të marrim emrin si popull antisemitik. Jo, nuk ka antisemitizëm në Shqipëri, mund të ketë në një vend ku s'ka hebrejnë, nuk ka një masë gjërë hebrejsh, nuk mund të ketë antisemitizëm. Policia mori masa për trojtur pikërisht të gjë. Ju besoni se ajo ishte një masë e drejtë, lageshin nënat me fëmijë? Unë besoj që ajo masa ishte një masë e kujdesshme. Jo, nuk besoj. Sepse ndërkohë të ndodhi ngjarja, më vonë. Po në Shqipëri, sepse është kthyer në një retorik, në një refren të çuditshëm. Nuk ka antisemitizëm në Shqipëri, sepse e keni kthyer në një refren. Do të thënë nga përfaqësues të Partisë Socialiste, nga zoti Rama, nga Balla, që gjykoj se zoti Balla nuk e kupton as termin antisemitizëm, sepse antisemitizëm është gjykoj sepse antisemitizëm do të thotë të urrësh dikë se është hebre, nuk ka në Shqipëri antisemitizëm dhe nuk duhet të ketë antisemitizëm. Nuk duhet të ketë antisemitizëm. A ka anticionizëm? Mund të ketë anticionizëm. Dhe këta njerëz duhet dinë ta kuptojnë çfarë do thonë antisemitizëm dhe anticionizëm. Dhe pati një deklaratë nga ambasadorja e Izraelit në Shqipëri, e mban me patjetër që kishte dhe ishte një akt që duhet dënuar. Ishte një akt që duhet dënuar. Ne duhet ta shikojmë në tërësinë e vetë. E shohim edhe makro, po forma se si po sillet nomenklatura e Partisë Socialiste me të gjithë individët që fjala vjen intimidonte një hoxh me emrin Mustafa Tërniqi, zoti Rama. E intimidonte pse deltin protest, vendi jut është në xhami. Do të thonë, ai person është votues i partive politike në Shqipëri, paguan taksa si çdo qytetar tjerë, dhe zoti Rama e pyeste në një status atje duke e intimiduar, çfarë do t'im protest? Kjo do të thonë, ose këtyre njerëzve hiqi drejtën e votës, hiqi drejtën e pasaportës, ktheje Shqipërinë në një apartheid, do më thonë që ka drejta vetëm për një masë caktuar personash dhe pastaj bjen rahat gjithë. Dhe kjo formë për të krijuar idenë në perëndim sikur Shqipëri ka antisemitizëm, kur neve kemi një trashëgimi të jashtëzakonshme me atë çka kemi kryer në luftën e dytë botërore me shpëtimin e hebrejve të cilët përdiqeshin nga Gestapo. Kush e vuri në duke atë? Se duhet të harrojmë kurse jo më ja kemi vënë duke të gjithë është histori krenarie. Jo më jo, po e ka vënë Enver Hoxha e ka përmendur Enver Hoxha. E ka përmendur, po bëhet shfaqje në momentin. Kjo është një histori e cila është e pamohshme dhe është histori krenarie. Ama sot kur zoti Rama, kur kryeministri Rama shoqërohet me një person i cili është në kërkim nga gjykata ndërkombëtare penale Hagës
për krime kundër njerëzimit dhe për gjenocid në Gaza, atëherë unë këtu si qytetar nuk mund të pajtohem që kryeministri im të shoqërohet me një person tillë, i cili është në kërkim nga Gjykata Ndërkombëtare Penale e Hagës.